Kanadaja po përballet me një nga episodet më të rënda të dhunës në historinë e saj, pasi një sulm i armatosur në një shkollë në qytetin e vogël malor Tumbler Ridge tronditi mbar vendin. Sipas autoriteteve të dyshuara, një 18 vjeçar e identifikuar si Jesse Van Rotsler kishte shfaqur më herët probleme të shëndetit mendor dhe do të ishte ndaluar disa herë për vlerësimin psikiatrik sipas legjislacionit provincial. Hetimet paraprake tregojnë se ngjarja nisi në banesën e familjes ku ajo dyshohet se vrau nënën dhe vëllain e mitur. Më pas u drejtua drejt ish shkollës së saj, ku hapi zjarr ndaj nxënësve dhe stafit, duke shkaktuar viktima të shumta. Në mesin e të vrarëve janë një mësues dhe disa nxënës të moshës 12 dhe 13 vjeçë, ndërsa 10 persona të tjerë u plagosën, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike në spital. Policia bëri të ditur se në vendngjarje u gjetën një armë gjatë dhe një pistolet e modifikuar. Pas ndërhyrjes së forcave të rendit, autoria u gjet e pajet, pasi dyshohet se kishte kryer vetvrasje. Numri total i viktimave u rishikua në 9, duke përfshirë edhe autoren. Komuniteti i vogël me rreth 2400 banor mbetet në gjendje shoku, ndërsa ngjarjet e tilla janë jashtëzakonisht të rralla në Kanada. Kryeministri Mark Carney shtyu angazhimet ndërkombëtare dhe urdhëroi uljen e flamujve në gjysmështisë për 7 ditë, duke i cilësuar sulmin si një tragjedi kombëtare. Autoritetet po vijojnë hetimin për të kuptuar motivet e plota të ngjarjes, ndërsa vendi ka nisur një debat të ri mbi shëndetin mendor dhe sigurinë në shkolla, në përpjekje për të parandaluar përsëritjen e rasteve të ngjashme.